Partia Socialiste, zotit Rama do t'i haj kokën në momentin kur do të mbaroj pushteti dhe paraja. Do më thoni ju që paraja mund të mos të mbaroj, për pushteti mund të mbaroj. Ose anasjetës mbaron paraja dhe nuk mbaron pushteti. Po unë ju them këto dy faktorët, në qoftë se mungon njëri nga këto dy faktorët, normalisht Partia Socialiste nuk ka më të ardhme. Dhe Partia Socialiste do të goditet nga vetja e saj dhe asnjëherë në faktor të jashtëm përtej saj. Pra zoti Veliaj, po ka guximin, do të godasë zotin Rama. Por zoti Veliaj akoma ka shpresën e të huajve të cilët duan dhe do ta bënin ata kryeministrin e Shqipërisë. Por në rast se zoti Veliaj akoma mendon në këtë formë, në këtë mënyrë, në këto kushte që jemi sot, dhe sot do të kemi gjykimin në apel për ndryshimin e masës së tij të sigurisë. Në rast se ndryshon masa e sigurisë, do të thotë që zoti Veliaj që ka i fort edhe brenda Partisë Socialiste, që në këto kushte që jemi nga ana juridike, në rast se ndryshon sot masa e sigurisë ndaj zotit Veliaj, që është e pamundur se gjithë ky investim që është bërë nga zoti Dumani dhe zoti Dado ka qenë e jashtëzakonshme. Asnjëherë nuk kam parë prokuror të kyçi në burg dhe në fund fare të vendosi dhe përgjues që ti të futesh brenda dhe mos të kesh nga ku të dalësh. Vetëm për zotin Veliaj është bërë ky rast. Nuk është mbrojtje ndaj zotit Veliaj, se mendimi im për zotin Veliaj është thënë edhe nuk do ta përsëris, por ama të vetmin politikan që kanë marrë edhe kanë fut në biruc, e kanë përgjuar, e kanë degeneruar me fjalën më të thjesht popullore, është zoti Veliaj. Në rast se zoti Veliaj sot e ndryshon masën e tij të sigurisë, kjo do thotë që zoti Veliaj është më i fortë se zoti Rama. Dhe i kanoset një rrezik zotit Rama. Pse? Sepse zoti Veliaj i thotë zotit Manja që unë do ta bëj atë me fol me veten. Nuk them çfarë ka thënë. Por me fjalën popullore do bëj flas me veten. Kjo do të thotë që brenda llojit të nderuar ka prova, ka fakte. Nuk është e thënë me të kem një provë që flasi vet. Ka të bëjë dhe indicia provë që çon tek prova e vërtet. Tani sa javë do të jetë zoti Veliaj të këpus kokën e zotit Rama, kjo mbetet për të parë. Unë besoj që brenda vetes të ketë reflektuar dhe të ketë kuptuar me vonesë, për ky është mesazh për të tjerë që janë në jetën politike shqiptare dhe për ata të cilët do futen nga shtatori në parlament, ta ulin pak nivelin më poshtë, sepse politika nuk është ashtu siç edhe Veliaj thoshte, unë do jem e ardhme e PS-s dhe pa ku është tani. Por edhe për të gjithë të tjerët, politika bëhet me këmbë në tokë dhe jo në ajër. Zoti Veliaj i kishte këmbët në ajër derisa para se të fuste në burg. Në këto kushte që jemi sot, uroj që ai të ketë reflektuar dhe uroj që grupi i tij të jetë pranë tij. Në rast se zoti Veliaj grupin nuk e ka dhe zoti Rama bën shitblerit më të mira dhe fantastike, ashtu siç është parë shumë herë që i bën, normalisht zoti Veliaj do të ketë rreziqe, por në rast se zoti Veliaj ka guximin, ai do të jetë kurbani politik në Shqipëri, por dhe ai që mund të godasi Ramën brenda burgut. Por a do të jetë i sigurt zoti Veliaj për jetën e tij brenda burgut? Kjo mbetet për të parë në rast se do të jetë kaq shumë guximtar dhe trim, sepse trimi nuk është të kesh një me mikrofon edhe të akuzosh kundërshtarët politikë dhe të thuash qytetarëve që kështu po bëjmë shtet ne, dhe ndërkohë ti kishe bërë namin duke bler librat me gruan. Dyshohen gjithmonë se libra blenin ata. Por nuk mundesh ti të na bësh moralin dhe moralistin kur ti brenda partisë tënde kanë dalë më shumë se sa burgaxhi në gjithë Republikën e Shqipërisë. Të paktën një ndjesë publike për atë çfarë ka bërë, të bëj zoti Veliaj. Por kjo do të thotë që edhe brenda PS-s. Unë brenda PS-s them që zoti Rama nuk do të jetë në
gjendjen apo në mundësinë e mirë për karrierën e tij politike 83 mandate. Sepse nuk flitet a do t'i prihet koka zotit Rama. Ai shëndet e mirë të jetë. Po me thoj se e tham këtë. Por a do qëndroj Partia Socialiste e ekur, e fort, pas Ramës? Sepse e gjithë ky debati që ne duhet të fillojmë dhe të bëjmë tani e tutje, nuk është sa e fort është PD-ja që të gjej rivalin brenda sajt, por sa e fort do të jetë PS-ja të gjenerojë fuqinë e sajt pas një mandati të jashtëzakonshëm që do të ketë pas shtatorit. Sepse në rast se PS-ja do ta mbajë deri në fund këtë mandat 4 vjeçar, duhet të keni parasysh që nesër në një krizë të kontrolluar financiare të ndodhi vendit ose një rrezik t'i kanoset vendit, zoti Rama, lavazhierët analistë që kanë për ekranet të ndryshme, që i bëjnë fresk nga mjesi deri ndarkë PS-s, nuk mund të gjenë fjali që të thënë që fajin e ka opozita në tërësi. Sepse faji do qëndroj tek Partia Socialiste. Në rast se buxheti shqiptarit fillon edhe shtrëngohet dhe nuk do të ketë para shqiptari për familjen e tij, nuk do pyesi sa i bukur është Rama dhe sa barcalete thot Rama, por do ndëshkoj politikën Rama, sepse t'i dha mandatin ashtu siç ja dha, me vjedhje, me zgjedhje të ndershme të pandershme, por Rama kërkon që të ketë një qeverisje të drejtë dhe të mirë. Prandaj pyetjes tuaj, kokën ja han Veliaj apo dikush tjetër, unë mendoj që Ramës dhe Partisë Socialiste në një moment afatgjatë, sepse shqiptarët ne i mësohemi me afat shkurtër, po unë e them afatgjatë, kokën Partisë Socialiste do t'ja hajë vetja vetë pushteti dhe korrupsioni. Dua të ndalem pak tek drejtësia. SPAK-u ka ndërmarrë disa operacione të rëndësishme kohët e fundit. Si e vlerësoni ju punën e këtij institucioni dhe a mendoni se SPAK-u ka kapacitetet e nevojshme për të përballuar presionin politik dhe për të kryer hetime të pavarura? Së pari duhet keni parasysh që unë me SPAK-un kam rezervat e mia, sepse SPAK-u punon si një institucion i cili nuk ka në zbatim kushtetutën e vendit dhe ligjet, por është thjesht një institucion i cili është shpikur për të prodhuar statistika dhe për të bërë sikur po bën punë, por në realitet SPAK-u nuk bën asgjë. Fakti konkret, në këto zgjedhje SPAK-u bëri aksione duke publikuar aksionet. Vetëm kompanitë bëjnë publikim reklami për produktet e tyre se duhet të shiten. SPAK-u të publikonte aksionet për të njoftuar grupet kriminale vetëm në Shqipëri bëhet dhe ishte fakt konkret që ndihmoi Partinë Socialiste për të marrë mandatin e saj të 4 dhe në mënyrë të jashtëzakonshme 83 mandate. Pra puna e SPAK-ut për mua ka qenë gjithmonë në kundërshtim. Pra, unë kam kundërshtuar SPAK-un, sepse SPAK-u nuk ka punuar ashtu siç duhet. Rezervat e mia janë thelbësore dhe nuk janë sipërfaqësore për individ. Nuk mundet që brenda të i qeken 20 shenjtor dhe ne të qekemi djalli. Është e pamundur kjo gjë. Dhe nuk mundet që kur zoti Rama kërkon që të ndëshkohet dhe të arrestohet zoti Meta dhe zoti Berisha, SPAK-u shkon edhe procedon dhe arreston zotin Berisha dhe zotin Meta. Pra, nuk mund të them se jam pikërisht për këto individ, dhe nuk mundet, për shembull, SPAK-u të arrestoj për statistika grupe kriminale dhe pas shumë kohësh mos t'i gjej atyre asnjë fakt dhe të kalojnë afatet e paraburgimit dhe mos t'i kërkoj asnjë falje publike atyre të cilët arrestojnë. Nuk mundesh të arrestosh ti policë të gradave të larta, sepse dyshon ti që ai nuk ka punu për partinë, jo se ai është korruptuar për një lloj aksidenti. Pra, po të jap të gjitha këto duke i parë se si rast, do më thoni ju mua, pse avokat nuk ka krim në Shqipëri?
Ore ka krim në Shqipëri, po ka luftoje dhe kape në flagrancë. Mos prit ti derisa të vi letër porosia, derisa të zgjohen italianët, të japin ty okay që të arrestosh një grup kriminal në Shqipëri.